Ai shpallja është një tërësi informatash që Allahu Azza wa Jall ja dërgon përmes Gjibrilit një njeriu që ai e ka përzgjedh. E ky njeri është i dërguari i Allahut. A ka forma tjera të shpalljes? Ka. I flet Allahu Azza wa Jall njeriu drejt për drejt. Sikurse ka komunikuar me Muhamedit alayhi salatu wasalam kur ja ka shpall obligimin e namazit gjatë udhimit në Isra dhe Miraj. Po ka komunikuar Allahu direkt edhe me Musa alayhi salam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu tha, edhe Allahu ka fol Musan don direkt, pa ndërmjetësim. Prandaj shpallja është kjo. Allahu Azza wa Jall i zbret, i jep informata të caktuara, i njohuri të caktuara, njerëz të caktuar përmes disa mënyra të caktuara ku më e theksuar dhe më e njohur është përmes Gjibrilit alayhis salam, melekut të afërt me Allahun te bareke ve taala. Mirë të ndrohozë. Kjo shpallje, çka është kjo shpallje? Kjo shpallje është kujdesi Allahut për njerëzit. Që Allahu xhallahu e zbret shihun. Pse e zbret Allahu shihun? Ka se kujdesi që në tokë të ketë jetë. Pse Allahu mund të më dal dielli që të ketë në tokë jetë? Kjo është kujdesi Allahut te bareke ve taala. Qysh kujdesi Allahu xhallahu që toka të mbetet stabile, jo me udhridh, jo me lëvizje që na trazon e na prish rahatin. Kush kujdeset për këtë stabilitet, për këtë qetësi, rahati? Kush kujdeset? Allahu te bareke ve taala. Andaj na kujdesin e Allahut e shohim çdo ditë dhe e përjetojmë çdo moment. Edhe tash, fakti që ne porim rahat mbi tokë, po ecim rahat, kush kujdes për këtë? Allahu te bareke ve taala. Ai e ruan stabilitetin dhe e ruan qëndrueshmërinë e tokës që ne këndshëm dhe lërshëm rahat të lëvizim dhe të përfitojmë mbi sipërfaqen e saj. E kujdesi Allahut për njerëz është i pakufi. Disa nga këto forma të kujdesit i dim, por shumë nga këto forma të kujdesit na nuk i dim. Dhe fatkeqësisht shumica e njerëzve të ndërruar do e vrejnë kujdesin e Allahut vetëm në aspektin e jashtëm, material. Kur Allahu jep shëndet, kur Allahu xhallaxhelalu për shembull ja zgjidh një problem, e vrejnë këtë kujdes, Allahu xhallahu na ndihmoj. Mirë, kujdesi Allahut për muzu njëri, mos me bredh rrugëve, mos me lejthit pas punëve të këqija që mos të jetë viktim e shejtanit. E ky kujdes është më rëndësi. Kështë më rëndësishme. Gas në bazë të këtij kujdesi merr kuptim krejt kujdesi tjetër. Zoti Allahu xhallahu nuk na ka sjellë këtë dunjë që duke u kujdesur për ushqimin tonë na jetojmë. Duke u kujdesur për shëndetin tonë na jetojmë. Jo, këtu janë mjete. Allahu na ka sjellë këtë dunjë që duke u kujdesur për udhëzimin tonë, ne Allahun ta adhurojmë. Për çfarë Allahu na ka sjellë dunjë? Ne atë e adhurojmë, e Allahu kujdeset që të na mëson si ta adhurojmë. Prandaj ka zbrit pejgamber, ka zbrit libra dua të them dhe ka dërguar pejgamber që të na mëson se çka Allahu don.